Si ndahet pushteti në Shqipëri, sa vota duhen për një mandat dhe kush ka shanse të fitojë. Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri nuk janë thjesht një garë emocionale midis partive të mëdha, por një proces teknik i ndarjes së mandateve që ndikon drejt për drejt në fatin e vendit për 4 vitet e ardhshme. Për të kuptuar realisht se kush ka shanse të fitojë, sa mandate mund të marrë një parti dhe sa vlen vota e çdo qytetari, duhet të kuptojmë sistemin zgjedhor dhe ndarjen rajonale të mandateve. Sistemi proporcional me korrektim rajonal. Shqipëria përdor sistemin proporcional me lista të hapura dhe ndarje mandatesh sipas formulës D'Hondt. Ky sistem favorizon partitë që kanë përqendrim votash në qarqe të caktuara dhe penalizon ato që kanë vota të shpërndara shumë pak e nga pak në përgjithë vendin. Ndarja e mandateve në përqarqe. Vendit i janë caktuar 140 mandate deputetësh, të ndarë në 12 qarqe zgjedhore. Kjo është shpërndarja për zgjedhjet e 2025. Qarku mandate Berat 7 Dibër 6 Durrës 14 Elbasan 14 Fier 16 Gjirokastër 5 Korç 11 Kukës 3 Lezhë 7 Shkodër 11 Tiranë 37 Vlorë 12. Sa vota duhen për një mandat? Nuk ka një numër fiks, por një përllogaritje e përafërt tregon se në një qark si Tirana, me 37 mandate, një parti duhet të marrë rreth 2/7 të votave për të marrë një mandat. Në qarqe të vogla si Kuksi, 3 mandate duhet rreth 25-30 e votave për një mandat, duke qenë se konkurrenca është më e fortë dhe vendet më të pakta. A mjafton 1-2 për një mandat? Në nivel kombëtar, 1-2 e votave nuk është e mjaftueshme për të siguruar një mandat, përveç se në rast se kjo përqindje është e përqendruar në një qark të vetëm me shumë mandate, si Tirana, Durrësi apo Fieri. Në të kundërt, votat shpërndahen në mënyrë jo efektive dhe digjen pa përfaqësim. Shembull nga zgjedhjet 2021. Në zgjedhjet e kaluara, PS mori 48-68 dhe fitoi 74 mandate. PD bashkë me aleatët mori 39-43 dhe fitoi 59 mandate. LSI me 6-81 mori vetëm 4 mandate. PSD me 2-25 mori 3 mandate, fal përqendrimit në Tiranë. Ky shembull tregon qartë se fitoria e një mandati nuk varet vetëm nga përqindja në rang kombëtar, por nga strategjia e shpërndarjes së votave në zonat më të mëdha dhe më të populluara. Çfarë do të thotë kjo për zgjedhësit? Çdo vot ka peshë reale, sidomos në qarqet ku gara është e ngushtë. Mosvotimi i ndihmon partitë e mëdha, sepse ul pragun praktik të nevojshëm për ta ruajtur dominimin. Partitë e vogla kanë shanse, por vetëm nëse fokusohen dhe marrin përqindje të ndjeshme në një qark të madh, jo në rang kombëtar. Në fund të ditës, sistemi mund të jetë teknik, por vendimi është politik dhe është në duart e qytetarëve. Votoni me mendje të kthjellët, me dije për peshën reale të votës suaj dhe me vetdijen se ndarja e mandateve ndodh jo vetëm në tabela, por në kutinë e votimit.